حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، falëndrojmë Allahun e madhruar dhe bim salat pejgamberin sallallahu ta'ala alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekon dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj kemi folur më herët si parahyrje, parathonje rreth emrave të madhe të Allah, emrave të bukur të Zotit dhe cilësive të Tij. Dhe kemi sjellur rregulla të përgjithshme, natyrisht në pika të shkurtra, përndryshe ka qenë dashmi kushtuar edhe disa ligjërata, krejt si parahyrje për emrat e Allahut të madhruar, por ndoshta ne mjaftoj me atë që kemi cekur, ndoshta të është ajo që ka dhe kërkohet në pika shkurtra. Ajo që ka fillojmë për emrave të madhe të Allah Azza wa Jall, sepse këta e hyrje është për më fut në shpjegim për emrat e Allahut, e me marrë disa emrat të Zotit, her nga një, her nga dy. Ajo që ka fillojmë për emrave të bukur të madhe të Allah është emri Allah, te bareke wa taala. Emri Allah. Emri Allah, sipas një numri shumë të madh të dietarëve, është emri më i madh i Allahut. Emrat e Allahut krejt janë të mëdhej, por një është më i madhi. Emrat Allahut krejt janë të veçantë, por një prej tyre është më i veçantë. E cili është ai më i veçantë, nuk e di. Por e di me hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se një emër për emrave të Allahut është më i madhi. Më i madhi, që ka orë hadith, nëse lutet Zoti me te, ai i përgjigjet, dhe nëse kërkon prej Zotit diçka, i plotson i madhi Allah. Allahu ka dashur atë emër në kalon më sheft, sikur se natën e Kadrit që kalon më sheft, e sikur se ditën e xhumas që kalon atë orën, atë kohën, kur pranohet doja më sheft. E ulemaja pastaj jenë munu me gjithë, a thutë cili është emri më i madh, a thutë cila është nata e Kadrit, a thutë cila është ajo orë ditën e xhuma, ai çast, ai moment ku doja nuk kthehet mrapa, a thutë cili është ky emër i Zotit më i madh, që kur ta lut Zotin me te, doja nuk kthehet mrapa. E një numër shumë i madh i ulemave kanë thonë se emri Allahut më i madh është emri Allah, te bareke wa taala. Kjo për faktin se emri Allah ka specifika të veçanta prej të gjithë emrave të tjerë të madhit Allah Azza wa Jall. Ndërto specifika, ndërto veçori që veçohet për emrave të tjerë, që dallën për emrave të tjerë, është se ky emri Allah, është bazë e krejt emrave të bukur të madhe të Allah.
dhe se krejt emrat e tjerë i bashkangjiten, i ngjiten apo e përshkruajnë këtë emër të madh të Allahut, emrin Allah. Për atë arsye ka thonë Allahu, "Walillahi al-asmaul husna." Për Allahun apo të Allahut janë emrat e bukur. Emrat e bukur janë të kujt? Janë të Allahut. Pra krejt emrat e tjerë i përshkruhen dhe i ngjiten këtij emri të madh të Allah Azza wa Jall. Pra emri Allah dallon për emrave të tjerë. Dhe ka thënë Allahu la ilaha illa hu. Allahu është Zot që nuk ka tjetër pas tij. Lahul asmaul husna, kë Allahu ka emra të bukur. Këtë emra tjerë të bukur i ngjiten këtij emrit Allah Tebareke wa Taala. Dhe kështu me radhë dhe ajete e tjera të ngjashme me te. Gjithashtu themi ne, apo nga ky kontekst themi se kur themi Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Khaliq, krijues, Ar-Razik, furnizues, El-Hakim, i urtë, As-Sami, ndëgjues, El-Basir, shikues, që shikon, sheh, e tjerë, çka themi? Themi, këta janë emra të Allahut. Dhe gjithmonë vjen këtë bazë sens emri Allah. Tebareke ve Teala. Nuk themi Allahu është emën e Ar-Razak, furnizuesit. Nuk themi Allah është emën e El-Basir, atij që shikon, As-Sami, atij që ndëgjon. Por e kundërta, themi ato apo ata janë emra të Allahut të madhruar Tebareke ve Teala. Për veçorive të këtij emri të Allahut është se të gjitha kuptimet e domethëniet e emrave të tjerë të Allahut Azza wa Jall përfshihen dhe futen në këtë emër të madh të Allah, dhe kuptimi i tyre krejt kthehet në esencë të emri Allah Tebareke wa Taala. Prej specifika po veçorive është se krejt duat, krejt dhikri, krejt dhikri që bëhet sillet rreth emrit Allah. Për shembull themi subhana Allah, la ilaha illa Allah, elhamdu lillah, Allahu akbar. Në të në këto për emrat e emri Allah. Krejt dhikrin që ka bërë njeriu. Nuk pak përmenen emrat e tjerë, kur bën njeriu dhikr, zikr, kur kujton Allahun, kur e madhron Allahun, në krahazim me emrin Allah. Ne themi subhanallah, emrin Allah, elhamdulillah, emrin Allah, Allahu akbar, Allahu është më i madh, ose la ilaha illa Allah, prap emrin Allah. Krejt dhikri sillet rreth emrit Allah Tebareke wa Taala. Apo janë të lidhura të në llojit të dhikrit me emrin Allahut të madhruar. Për specifikave veçorive të emrit Allah është se është emri i cili është përmendur më së shumti në Kur'an. Mbi apo rreth 2500 herë është përmendur Kur'an. Mbi 2500 herë në forma të ndryshme është përmendur në Kur'an. Përderisa emrat e tjerë nuk janë të përmendur në Kur'an, emrat e tjerë të Allahut me këtë numër kaq të madh. Pra shumë është përmendur emri Allah në Kur'an më shumë se sa tër emrat e tjerë. Dhe me këtë emën Allahu i madhruar i ka filluar 33 ajete Kur'anore. E ka veçu këtë emën prej emrave të tjerë. Pra, kjo është pika shkurtra se përket domethënies së emrit Allah dhe vlerës së emrit Allah dhe peshës së madhe që ka emri Allah. Shkojmë te emri Ar-Rabb Tebareke ve Teala. Allah ka domethënie të veçantë. Ar-Rabb ka domethënie të veçantë. Rabb, Rabbul Alamin,
Rabb Zot, Allah i adhuruar. Është interesant se emri Allah kërkush në botë nuk e ka quajtur kërkënd apo nuk quhet kërkush me emrin Allah pas Allahut. Edhe mushrikët, edhe dhujtarët i kanë quajtur idhujt statujat e tyre në emra të ndryshëm edhe emrat Zotit, por jo me emrin Allah. Edhe emri Allah ka mbetur vetëm për krijuesin, për Zotin e gjithësisë te bareke ve teala. Për ata e gjenë edhe sot një ftesë të shumë njerëzve, po edhe ulemave, të cilët e preferojnë me të madhe nxisin që emri Allah truhet ashtu si është dhe të përdoret në të në gjuhë të botës. Pavarësisht a kuptojnë arabishten, a jenë arab apo nuk e kuptojnë. Me rujt emrin Allah dhe subhanallah, edhe kjo gati se është arritur krejt musliman të në botë, ata që rishtazi konvertohen në islam, kujdesen me përdore emrin Allah. Është emri veçantë, tekstualisht emri Allah, përderisa emrat e tjerë i përkthejnë edhe i thonë me gjuhën e tyre. Se për shembull, Rabb, me vetë shqiptarët, çka do të thonë Rabb nuk e din. Me vetë amerikanë, çka do të thonë Rabb nuk e din. Me vetë turqit, çka do të thonë Rabb, një numër i madh i tyre ndoshta nuk e din. Por me vetë çka do të thonë Allah, krejt dynja e din. Është emri i veçantë dhe duhet me urujt ai emër. Me përdor veçanti ne të cilët e përmenim emrin Allahut, ne fjala që flasim gjuhën jo arabe, i përmenim emrin të Allahut me kuptim. Është mirë, nëse jo gjithë me përmen shpesh emrin Allah. Ka thonë Allahu, e luta Allahun, ju drejtova Allahut, Allahut trujt, Allahut uzoft, Allahut mëshiroft. Ani pse? Është kuptimi plot nëse thuhet Zoti ruajt, e Zoti mëshiroft, e të uzoft, e të nderoft, e të pranoft e tjerë, por me rujt originalitetin e emrit Allah. Emri Rabb, Zot. Edhe kjo emër Rabb është i përmendur në Kur'an mbi 500 herë, bajegi shumë. Dhe ka një kuptim shumë të rëndësishëm, dhe rreth tina sillet krejt dini Allahut dhe krejt dynjaja. Dhe çdo krijesë e Zotit është e lidhur me këtë emrin Rabb. Allahu i madhruar na ka cekur edhe qyshin fillimat janë Fatiha. Elhamdulillah, ka përmendur Allah, pastaj Rabbil Alamin, Zotin e të gjitha botrave. Rabb, dhe me thona i cili është Zot, është pronar, ai i cili ka kriju, është krijues, ka pushtet, pra është malik, është pushtetar, është pronar i pushtetit, ai i cili menaxhon, dirigjon, është dirigjues, është kontrollues, është mbikëqyrës. Tan në këto cilësi tjera futen në emrin Rabb te bareke ve teala. Për atë arsye emri Rabb, Zot, është për emrave që kanë kuptime të shumta. Është për emrave që kanë një seri, një numër të madh të kuptimeve që përmbledhen në vetveten e vet. Emri Rabb jep me kuptu se ai është Zot. E për me kanë Zot, do me thonë,
pronar i krijesave të tij. Dhe prej emrit Rabb rrjedhët tauhidi, njëshmëria e Zotit që themin e tauhidit rububia, njëshmëria besimi e rububia për ta pranuar se Allahu krijuesi jon është Zoti. Ai Zot i cili ka përfshi krijimtaria e tij, rrezku i tij, mëshira e tij, krejt njerëzimin, të mirën krejt krijesat dhe të keqen, besimtarin edhe qafirin, njeriu i lumtur edhe të mirën, atë që është udhëzuar edhe atë që është në dalalet. Rabb, pe kuptimeve Rabb, është që i mbikëqyr dhe kujdeset për krijesat e veta, kujdeset për me i kriju, edhe krijon çka të don. Kujdeset për me furnizu dhe furnizon krijesat e tij. I jep sa të don, kujt të don rrezik te bareke wa taala. Ai me këtë emër Rabb, me domethënë kuptimit Rabb Zot, i ngjall po edhe i vdes, i mban gjalla krijesat e tina, u jep me hangër dhe me pi. Me këtë kuptimin e fjalës Rabb, ka krijuar tokën dhe qiejt, edhe çka ka tjetër në mes tyre. Allahu është kujdesur, apo pjesë e emrit Rabb është pra përpas këtë njerëzimit edhe në përgjithësi për evlijat dhe muslimant në veçanti. Pjesë dhe me thanës Rabb është kjo udhëzim dhe kjo hidajet që Allahu nuk në kalan shkele shka. Sepse s'ka mundësi me qenë e Rabb, me qenë Zot i vërtet, e i drejt, e i mirë, e i sinqert, e me lan krijesat e tina, me bredh rrugve, e me uhutu sikur se në mjekull. Ajo është i mangët. Për atë arsye Allahu, pjesë e këtij emri të bukur të Allahut Rabb, është që neve na ka udhëzu dhe ka zbritur libra të shenjta dhe ka dërguar pejgamber dhe na ka nxjerrur nga errësira në dritë dhe na ka lehtësuar punët e mira të cilat ne i punojmë. Pjesë e emrit Rabb është që ka krijuar xhenetin dhe xhehenemin dhe çka ka tjetër në botën tjetër që ne ende nuk e kemi parë, por i dim dhe jemi të bindur se ato ekzistojnë edhe për to punojmë. Të besuarit e robit se Allahu është Rabb, është Zot, Allahu është Zot i gjithësisë, kërkon vetvetiu kërkon që atim ju drejtue me sinqeritetin më të madh. Ti kur e pranon që Allahu i madhruar është Zot i yt, është zotëri, ti je Rabb, ai është zotëri. E zotëria ai është i lartë, ti je ult. Kur është zotëri në dorën e tina, është fati jot, është jeta jote, është pasuria jote, është lumturia jote, është vdekja jote, është ardhmëria jote. Dhe kjo e shtyn robin që ti për ulet, ti gjenizohet, ti nënshtrohet dhe ta madhëron të madhe në Allah Azza wa Jall. Dhe askën tjetër, as në gjallët, e as të majtë. Për atë arsye e madhe Allah ka thënë, te bareke ve teala, wa ana rabbukum, unë jam Zoti ju, fa'budun, mu me adhuroni. Pra kur kuptojmë që ai është Zot, o kry meselja. Përfundoj çdo gjë. Unë kuptova se kanë kam Zot dhe lemti mu me Zotin tim. Mos më del përpara në mes me dhe me Zotin tim. Përderisa kuptova se kanë kam Zot, e emri Zot pra ka kuptime të shumta, ku krejt jeta ime është e lidhur dhe brenda këtij emri Zot. Dhe kuptimeve që i përfshin emri Zot. Atëherë unë atë të adhuroj. Pra të thotë Allahu, unë jam Zoti juaj, fa'budun, më adhuroni ju mua, o ju njerëz. Dhe ka thënë Allahu, ja ejuhan nas ubudu rabbakum, o ju njerëz, adhurojeni Zotin e ju. Zotin e ju, i cili ju ka kriju. Zotin e ju, i cili për tëna krijesave tjera i ka dallu.
Zotin e ju, i cili ka bërë kaq të mirë, e të meqëm, e dishëm. Zotin e ju, i cili ka kriju për ju tokën dhe qiejt. Zotin e ju, i cili alshon shiun e borën, i cili ka kriju tënë kushtet për me jetun këtë dënja. Zotin e ju, i cili ka kriju këtë planete, këtë yje, e tokën, e diellin e hanën, dhe çka ka tjetër. Adhurojeni Zotin e ju. Ai është Zoti i madh. Ai është çdo gjë. Për ju adhurojeni atë se nuk keni zot tjetër përpas tij. Pra automatikisht preashtohet çdo i adhuruar tjetër pas Allahut. Qoftë njeri, sikurse Isa, apo Buda, apo Ozeri, qoftë guri dhe dru, që adhurojnë njerëzit dhe kanë adhuruar pej Nuhit a.s. dhe së dhe kësaj ditë adhurojnë, çdo gjë tjetër preashtohet të adhurohet se nuk ka Zot. Edhe nëse quhet Zot, ai Zot i rrejshëm, është falc, sepse nuk i ka cilësit të paret, të cilat meritojnë tjetë ai Zot i vërtet, sa ato i ka vetëm një Zot. Ai është Allahu i madhruar te bareke wa taala. Pra ai kur është Zot, ai, është i vetëm. Dhe nuk e pyet kërkon, dhe s'ka nevojë me pyet kërkon, dhe bën çka don. Krijesat veç e këqyrin që apo bën, dhe presi që apo bën. Apo lëshon shi, apo lëshon borë. Ku ne pjam rëshpirtin, kanë pesjell këtë dënja. S'kan kompetenca, nuk kanë dorë mi përzi atina. As me pyta të pse bën kështu dhe as ashtu. Pra të arsye Allahu ka thonë se Allahu nuk pyetet çka bën, por njerëzit pyeten çka bojnë. Pra, kur e kupton se është Rabb, do të thonë dorën e tij na çdo gjë. Dhe ai krijon çka don, bën çka don. Dhe jo vetëm kaq, por e kupton se përderisa krejt kjo gjithësi është nën pushtetin e tij, atëherë asnjë lëvizje e vogël apo e madhe e mikroorganizmave të vogël dhe shumë të vogël që janë, nuk ka mundësi të bojnë asnjë lëvizje dhe asnjë ndryshim pa lejen e qatit Zotit të bareke o taala. O kryja meselje, nuk ka lëvizje që quhet në fizikë, në shkencë lëvizje, apo ndryshim. Në këtë gjithësi e bota është ndryshim non-stop pa ndërprer, që mund të bëhet pa lejen e qiti Zoti të bareke o taala. Krejt këtu janë nën pushtetin e tij. Dhe kjo është domethënie shumë e madhe. Pra të arsye, kur e kuptojmë ne këtë, çaj thojmë Allahut, o Zot, iyyaka na'budu, ty të adhurojmë. Wa iyyaka nasta'in, dhe prej te kërkojnë ndihmë në këto ndryshime të mëdha, të cilat po ndodhen dhe kanë mundësi me ndodh, majtas, djathtas, pa vullnetin, pa dëshiren, pa ndërhyrjen, pa kompetencat tona. Nuk e dim që kanë apret nesër e pas nesër. Nuk e dim se sa vështërsia po lehtësime do kem gjatë jetës tonë. Për atë arsye për çdo gjë që na vjen neve dhe që ne ballafaqohemi me te, kërkojmë ti me na ndihmua neve. Kjo është domethënie shumë e madhe e robit Zotit ndaj Allahut të madhruar. Për atë arsye Allahu na ka mësuar me thonë namaz, iyyaka na'budu, ty të adhurojmë Zot. E kanë tjetër për pas Allahut. Kanë me adhuru, ku ne më nështru tjetër për pas Allahut. Kanë me njoft Zot për pas Allahut. Te bareke o taala. Ku ne me kërku ndihmë për pas madhet Allah. Te bareke o taala. E njeriu kur e kupton pra sa është Zot, me këto tipare ngritet një shkallë më të lartë dhe atina i përulet. Dhe ati ja falë shpirtin që aja ka dhonë, e ja falë edhe zemrën, dhe jetën e tina krejtja dedikon, dhe as kuj tjetër. Dhe nuk pranën me asë një qmim me adhuru dikën tjetër pas Allahot dhe as me devjue me lanë adhurimin. Për atë arsye ibadetet si Ramazani, e namazi, punë të tjera, kanë të bëjnë tepër ngusht me këtë çështje, me këtë parim, me këtë besim, me këtë pikë. E kem besu se është Zot. E kem besu se çdo gjë është dorën e tij.
E kem besu se fjala e tij nuk bën të kthehet. Bën të kthehet fjala jam, bën të refuzohet urdhri im, bën të kundërshtohet urdhri jam, po nuk bën i Zotit të kundërshtohet. Sepse ai është i madh, ai është absolut. E namazi, e agjerimi, e punë të tjera në urdhra ti, qysh me këthi muslimani ato, i cili e beson Zotin hak, te bareke wa taala. E pastaj kur e beson Zotin hak, te bareke wa taala, ai është e nin një freski dhe një knatësi në shpirtin e vet. Jo vetëm që e adhuron Zotin, e jeton me Zotin, por edhe kënaqet me Zotin. Pra të arsye ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhaqa ta'am al-iman man radiya billahi rabban. E ka shiju ëmbëlsiren e imanit. Ai i cili man radiya billahi rabban, i cili është i kënaqur, jo vetëm që pranon, por është i kënaqur me shpirt që Allahu është Zoti i tina. Wa bil islami dinen, dhe se islami është feja tina. Wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula, dhe se Muhammed është nebi, pejgamber dhe rasul dhe i dërguarit madhët të Allah. Ai është i kënaqur. Dhe subhanallah, për fund, njeriu nuk pranon imponime është tjetër, por me qef nuk pranon në asë një mënyrë tjetë arab e asë një krijesët Zotit. Nuk pranon. Edhe po t'imponohet tjetë arab në klapa, sklav, indë një krijese, që sëkur se kë, e ndjen vetë vetën tëllët dhe të nënçmuar. Përderi sa, me qef dhe me dëshirë dhe me vullnetin më të madhë, e pranon me qenë arabi Allahut, dhe jo vetëm kaq, por ndjen krenari dhe knatësi dhe ushqim të shpirtit dhe ndjen lumturinë më të madhe që përjeton këtë dunja, që është arabi Zotit dhe njeh Zotin e tij në hak. Për atë arsye njeriu sa më shumë me pas qartë këtë parim, aq më shumë edhe ndjen shpirtin e vet, edhe aq më tepër është i lumtur që o musliman, dhe është krenar që o musliman, dhe me knatësi i pranon njëherë urdhrat e Allahut, sikur se Ramazanin, sikur se zakatin me dhon pjesë pasionise, deri nëse nevoja me shku edhe në luftë me dha jetën, pse është pjesë e asaj aty në kuptimeve që i përmbledh emri Rabb, e që të cilit ky ka nënshtru me knatësinë më të madhe, ani pse ka mundësi t'i kushtoj, je me nejtë pa hungër, je pa pije, je mu hargjue, je mu lodhe, je tjere, por për hatër të Allahut. Krejt këtu i bën me knatësinë më të madhe, duke shpresue se Zoti është i kënaqur me te dhe se kam i fitu knatësinë të madhe të Allah. Allahu na bëj për atyre që fitojnë knatësinë Allahut Azza wa Jall. Allahumma amin. Zoti din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa